Horoskopi javor, periudha 30 qershor, 6 korrik 2025. Dashi, kjo javë fillon me një energji introspektive dhe kërkuese, dash. Merkuri fillon ecurinë e tij retrograde në shenjën tënde, dhe kjo do të detyrojë të ndalosh dhe të shikosh pas. Mos u frikso nga fjala retrograd, sepse nuk ka të bëjë me fat të keq, por me mundësinë për të reflektuar, korrigjuar dhe riformësuar zgjedhjet e fundit. Merkuri retrograd në dash, koha për reflektim, në vend që të vazhdosh me vrull. Kjo javë të fton të rishikosh vendimet që ke marrë gjatë javëve të fundit. Mund të dalin në palë disa gabime të vogla në dokumente apo biseda të lëna pezull. Kujdes me mesazhet. Komunikatat dhe sidomos marrëveshjet, gjithçka kërkon më shumë vëmendje. Financat, vonesat nuk janë pengesë, por sinjal, kjo javë mund të sjellë vonesa ose pasiguri në çështjet financiare. Ndoshta një pagesë vonon, ose një marrëveshje që prisje nuk realizohet menjëherë. Mos bëj blerje të mëdha dhe shmang firmosjen e kontratave pa I shqyrtuar me kujdes. Durimi është çelësijut këtë javë, Urani Venusi në binjak, ide të reja dhe lidhje të papritura. Pas mesit të javës, gjithçka nis të bëhet më interesante. Hyrja e Uranit dhe Venusit në binjak sjell një frymë rinovimi. Mund të kesh një ide të papritur që ndes një projekt të ri krijues. Ose mund të njohësh dikë që të frymëzon me mënyrën e tij saj të menduarit. Shfrytëzo këtë energji për të eksperimentuar dhe për të hapur ndaj njohjeve të reja. Marrëdhëniet, komunikimi është thelbësor. Retrogradi I Merkurit mund të shkaktojë keqkuptime me partnerin ose të afërmin. Në vend që të reagosh me nxitim, merr frymë thellë dhe dëgjo me vëmendje. Një bisedë e qetë dhe e hapur mund të ndreqë më shumë se sa një debat I nxituar. Këshilla për javën, rishiko vendimet e fundit dhe përfundo punët e lëna për gjysmë. Mos nënshkruaj asgjë të rëndësishme pa e lexuar 2 herë. Fikso vëmendjen në detajet e vogla që ke neglizhuar. Demi, Urani po luan një rol të rëndësishëm këtë javë, I dashur Dem, duke sjellë ndryshime dhe ide të papritura në sferën e financave. Kur Urani dhe Venusi hyjnë në shenjën e binjakëve, ti merr një valë të re frymëzimi që ka të bëjë me mënyrën se si fiton para dhe si shpreh talentet e tua natyrale. Urani në binjak, koha për të thyer rregullat. Urani është planeti I befasive, zbulimeve dhe inovacionit, dhe kur lëviz në fushën e financave të tua, ti ftohesh të mendosh ndryshe. Mënyrat tradicionale të ardhurave mund të mos të kënaqin më. Mund të ndjesh një shtysë të fortë për të nisur diçka tënden, ndoshta një projekt kreativ. Një punë online apo një ide biznesi që të ka vluar në mendje prej kohësh. Mos e nënvlerëso fuqinë e mendimeve spontane këtë javë, ato mund të sjellin fitime të papritura. Venusi bashkohet me Uranin, talenti yt është valuta jote. Me Venusin gjithashtu në këtë sektor, energjia e financave nuk është thjesht përfitim, por edhe kënaqësi dhe vlerësim për veten. Mund të fillosh të fitosh para përmes aftësive që më parë I kishe thjesht si hobi. Jepi vetes leje të shkëlqej. Merkuri retrograd në Luan, kujdes me autoritetin dhe marrëveshjet. Nga ana tjetër, Merkuri kthehet retrograd në Luan dhe mund të krijojë tension me njerëzit në pozita autoriteti, si shefa, figura ligjore apo edhe prindër. Nëse je në proces me dokumente ligjore, kontrata, apo diskutime zyrtare, bëhu shumë I kujdesshëm. Shtyj çdo nënshkrim për javën tjetër nëse mundesh. Marrëdhënie personale, komunikimi ka nevojë për qetësi. Merkuri retrograd mund të sjellë edhe tensione me vëllezër e motra, fëmijë apo njerëz që ke përreth përditë. Një bisedë e rëndësishme që ke shmangur mund të kthehet në vëmendje. Merr kohën të dëgjosh dhe të flasësh me qetësi. Mund të rindërtoni ura të thyera. Një mundësi e re është në horizont, por do të kërkoj që të jesh mendje hapur dhe gati për t'u përshtatur. Bëhu I hapur ndaj një rrugë të re që nuk e kishe parashikuar. Binjakët, një javë revolucionare të pret. I dashur binjak. Urani, planeti I ndryshimeve të papritura dhe zgjimit shpirtëror, hyn në shenjën tënde këtë javë dhe sjell një valë të fuqishme ndryshimi në mënyrën se si ti e percepton veten dhe vendin tënd në botë.
kjo nuk është thjesht një javë për ngjarje të zakonshme, është fillimi i një transformimi personal të thellë. Urani në shenjën tënde, zgjohu ndaj versionit tënd të ri. Kjo lëvizje planetare ndodh rrallë dhe kur ndodh, ajo sjell zgjime të mëdha. Mund të ndjesh një nevojë të fortë për të ndryshuar stilin tënd të jetesës, qëllimet personale, madje edhe mënyrën si paraqitesh para botës. Po përjeton një zgjim të vetdijes, një zhveshje e egos së vjetër për të lëshuar një version më autentik të vetes. Venusi në shenjën tënde, bukuri, karizëm dhe ndikim. Venusi, planeti i dashurisë dhe tërheqjes, hyn gjithashtu në shenjën tënde dhe të mbush me karizëm, magnetizëm dhe një bukuri të natyrshme. Është momenti ideal për të filluar një projekt personal, për të prezantuar veten ndryshe ose për të rifituar besimin në rrugën tënde. Romancat, marrëdhëniet dhe vetvlerësimi marrin një hovë pozitiv. Merkuri retrograd në Luan, kujdes me planet dhe komunikimin. Nga ana tjetër, Merkuri, planeti yt sundues, shkon retrograd në Luan, duke sjellë disa sfida në komunikim, udhëtime dhe mësim. Mund të hasësh në vonesa, keqkuptime ose gabime teknike. Sigurohu të kontrollosh çdo detaj, veçanërisht kur bëhet fjalë për udhëtime, dokumente apo biseda të rëndësishme. Rilindja personale fillon tani. Kjo javë shënon fillimin e një cikli të ri për ty. Ti nuk je më ai ajo që ke qenë, dhe është në rregull. Rrugët e vjetra nuk të shërbejnë më. Lësho kontrollin mbi të kaluarën dhe përqafo versionin tënd më të vërtetë, më të guximshëm, më të lirë. Këshillat për javën, përqafo ndryshimin pa frikë, është rruga jote drejt rritjes. Përdor fuqinë e Venusit për të përmirësuar imazhin personal. Mos bëj plane të ngutshme udhëtimi. Gaforja, edhe pse është sezoni yt, e dashur gafore, këtë javë je e ftuar të bësh një udhëtim të thellë brenda vetes. Energjitë planetare nuk të shtyn drejt festimeve, por drejt reflektimit, përballjes me të vërtetat e brendshme dhe një rilidhje shpirtërore. Urani dhe Venusi në binjak, zgjimi i botës së brendshme. Kur Urani hyn në një nga shtëpitë më të fshehta të hartës tënde dhe bashkohet me Venusin, nisin lëvizje të fuqishme në ndërgjegjen tënde. Mund të kesh ëndra profetike, ndjesi intuitive të forta, ose të ndjesh se po merr mesazhe nga universi apo paraardhësit. Është momenti i duhur për të marrë me meditim, terapi ose praktika shpirtërore që të ndihmojnë të shërohesh nga brenda. Merkuri retrograd në Luan, kujdes me financat e përbashkëta. Këtë javë mund të ndjesh tensione në lidhje me financat e ndara, trashëgimit ose temat që lidhen me borxhet dhe pasuritë. Merkuri retrograd mund të sjellë konfuzione, prandaj shmang çdo vendim të nxituar financiar. Nuk është koha për të nënshkruar kontrata të rëndësishme. Fillo të analizosh faktet, por prit për veprime konkrete. Adaptim ndaj teknologjisë dhe ndryshimeve digjitale. Për shumë gafore, mund të ketë sfida me teknologjinë apo mënyrat e reja të funksionuarit në punë ose në jetën e përditshme. Në vend që të rezistosh, mëso të përshtatesh gradualisht. Kjo do të të ndihmojë për të qenë më e fortë në muajt që vijnë. Rënjosja shpirtërore, baza për ndryshime të mëdha. Ky është një moment i qetë, por transformues. Çfarë mëson tani për veten, do të jetë bazë për vendime shumë të rëndësishme që do të marrësh pas pak muajsh. Kërko qetësinë. Shkruaj në ditar. Mos u trem nga ajo që ndjen, kjo është shenja që po shërohesh. Këshillat për javën, mos u izoloni nga të tjerët, por kërko qetësinë aty ku ndihesh më e sigurt. Dëgjoj intuitën dhe shëno ëndrat e forta që të përsëriten. Luani, këtë javë, Merkuri fillon retrogradën në shenjën tënde, i dashur Luan, dhe të fton të shikosh sërish me sy të kthjellët planet e mëdha që ke pasur për veten. Nuk është momenti për të nisur projekte të reja, por për të rregulluar detajet që ke lënë pas dore dhe për të korrigjuar drejtimin e lëvizjes tënde. Kujdes me komunikimin. Energjitë e kësaj retrograde mund të sjellin tensione në mënyrën si shprehesh apo si të tjerët të kuptojnë. Mund të ndodhin keqkuptime në biseda, në rrjetet sociale apo edhe në publik. Kujdes me fjalët, të thënat e tua kanë peshë, ndaj zgjidh me kujdes çfarë ndan dhe me kë. Urani dhe Venusi në binjak, rrjet i ri social dhe frymëzim befasues.
Ndërkohë që ti ndalon për të reflektuar, bota jote sociale nis të ndryshojnë në mënyra të papritura. Urani sjell befasin në miqësi dhe bashkë me Venusin mund të frymëzojnë për një projekt social, artistik apo komunitar me ndikim të madh. Ky është një moment ideal për të parë përtej rrethit të zakonshëm dhe për të lidhur ura me njerëz të rinj që ndajnë vizionin tënd për të ardhmen, kreativitet në drejtim të ri. Kjo javë zbulon një kthes të re në krijimtarinë tënde. Në vend që të synosh vetëm lavdin, po ndjen një thirrje më të thellë për të ndarë diçka me domethënie. Publiku yt po ndryshon dhe së shpejti vëmendja do të vijë nga vende që nuk i kishe menduar kurrë. Koha për rregullimet të brendshme dhe përgatitje për rilindje. Kjo javë është si një pastrim, po heq atë që nuk të shërben më, për të përgatitur hapësirën për versionin tënd më të ndritur. Të gjitha rrugët të çojnë drejt një rilindjeje personale që do të fillojë kur të hyjë dielli në shenjën tënde më 22 korrik. Këshillat për javën: shmang nisjen e projekteve të reja, përqendrohu në përmirësime, komuniko me kujdes dhe mos bëj premtime që s'mund t'i mbash, rishiko miqësitë, kush të mbështet vërtet. Birgjëresha, këtë javë, Merkuri, planeti yt sundues, nis retrogradën në shenjën e Luanit dhe kjo sjell sfida në karrierë, në mënyrën si të sheh publiku, por edhe në vetbesimin tënd profesional. Është momenti për të bërë një hap pas, për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të korrigjuar gabime apo vendime të nxituara të së kaluarës. Mos nënshkruaj marrëveshje të rëndësishme, mund të ketë keqkuptime në komunikimet me eprorët, klientët apo kolegët. Bëhu i kujdesshëm me emailet, fjalët që zgjedh dhe mënyrën si prezanton veten. Ky është një moment kur fjalët keq interpretohen lehtë, ndaj qëndro profesional dhe i përmbajtur. Urani dhe Venusi në binjak, risi dhe teknologji në karrierë. Kjo dyshe planetare ndriçon sektorin e punës dhe karrierës. Për ty mund të hapet një derë e re profesionale, ndoshta në një fushë ku nuk ke qenë më parë, ose një fushë teknologjike që kërkon njohuritë dhe përpikërinë tënde të natyrshme. Po ashtu, mund të fitosh një vëmendje të veçantë për aftësitë teknike apo për mënyrën si zgjidh problemet me elegancë, mundësi për të mësuar diçka të re. Në horizont shfaqet një kurs, trajnim ose projekt që kërkon që të zgjerosh njohuritë e tua dhe të ecësh me hapin e kohës. Kombino saktësinë e zakonshme me mendimin e hapur dhe do të shohësh rezultate të jashtëzakonshme. Revolucioni në mënyrën si punon, po ndodh një transformim në metodologjinë tënde të punës. Ndoshta po aplikon mjete të reja teknologjike, ose po mëson si të shprehesh më lirshëm në një mjedis publik. Ky ndryshim, ndonse fillimisht i vështirë për ty si shenjë e tokës, është në të vërtetë çelësi për një ngritje të re në karrierë. Këshillat për javën: mos nxitoni me vendime apo firmosjet, prit pak, bëhu i hapur ndaj teknologjive dhe metodave të reja në punë, korrigjo gabimet të së kaluarës në dokumente apo komunikim, kujdes me imazhin publik, çdo fjalë ka peshë. Peshorja, një javë që hap horizonte të reja për ty, peshore e dashur. Urani dhe Venusi hyjnë në shenjën e binjakëve, duke ndezur në ty një dëshirë të thellë për të zgjeruar dijet, për të mësuar më shumë dhe për të dalë nga rutinat e zakonshme. Mund të ndjesh një tërheqje të papritur drejt studimeve, udhëtimeve ose eksplorimit të kulturave të huaja. Kjo është koha për të dalë jashtë zonës tënde të rehatisë, edhe mendërisht, edhe fizikisht, koha për të mësuar dhe për të parë botën ndryshe, një kurs i ri. Një mundësi për të ndjekur një trajnim ose madje një udhëtim i papritur mund të sjellë ndryshim rrënjësor në mënyrën si sheh jetën. Pavarësisht se ti je shenja ajri dhe mendon në mënyrë logjike, tani do të shtosh edhe më shumë eksperiencë dhe kuptim të thellë në filozofinë tënde personale. Merkuri në retrograd në Luan, tensione në marrëdhënie. Ndërkohë, Merkuri nis retrogradën në shenjën e Luanit, duke prekur sektorin e miqësive, partneriteteve dhe bashkëpunimeve. Kjo mund të sjellë rikthim të temave të vjetra në marrëdhënie romantike apo biznesi. Do të duhet të përballesh me biseda të lëna pezull, ose me ndjenja të padresuara. Vlerat dhe bindjet po ndryshojnë, ajo që dikur të dukej thelbësore mund të mos ketë më të njëjtin kuptim. Ky është një moment i fuqishëm për të rishikuar vlerat.
prioritetet dhe bindjet e tua, sidomos për çështje që lidhen me drejtësinë, etikën dhe qëndrimet filozofike. Diplomacia jote është çelësi këtë javë, do të përballesh me njerëz që kanë mendime shumë të ndryshme nga ti, por ti, si gjithmonë, dallon për aftësinë për të ndërtuar ura dhe për të gjetur gjuhën e përbashkët. Përdore këtë dhuratë për të udhëhequr me maturi dhe për të qartësuar vetveten. Këshillat për javën: mos u frikëso nga diskutimet filozofike apo temat e vështira, ato të ndihmojnë të rritesh. Rishiko një kurs, një libër apo një ide që të ka intriguar prej kohësh. Bëj kujdes me nënshkrimet ligjore. Mund të mos kesh të gjitha informacionet. Akrepi, një javë transformuese po vjen për ty. Akrepi fuqishëm. Urani dhe Venusi hyjnë në binjak, duke aktivizuar sektorin e burimeve të përbashkëta, marrëdhënieve të thella dhe transformimit personal. Mund të përballesh me ndryshime të papritura në investime, sigurime apo financat e partnerit tënd. Ky është momenti për të rishikuar si ndan energjinë, burimet dhe intimitetin me të tjerët. Çështje financiare dhe marrëdhënie të thella. Mund të lindin mundësi të reja financiare, por gjithashtu edhe sfida që kërkojnë ristrukturim dhe rishikim të besimit dhe kontrollit në marrëdhënie. Për ty, transformimi nuk është vetëm i jashtëm, por i thellë dhe shpirtëror. Merkuri në retrograd në Luan, kujdes në shëndet dhe punë. Ndërkohë, Merkuri fillon retrogradën në Luan, duke prekur fushën e karrierës, rutinës dhe shëndetit. Mund të ketë vonesa apo keqkuptime në punë, ose informacion të pasakt mjekësor, ndaj bëhu i kujdesshëm. Është koha për të rishikuar mënyrën si kujdesesh për trupin dhe mendjen, intuita dhe zbulime të papritura. Aftësitë e tua intuitive do të jenë veçanërisht të forta këtë javë. Sekretet të rëndësishme mund të dalin në dritë, duke ndryshuar mënyrën se si kupton veten dhe botën përreth. Këto zbulime nuk janë të lehta, por janë çelësi për të liruar të kaluarën dhe për të hapur derën e një kapitulli të ri. Transformimi është i pashmangshëm dhe i nevojshëm. Energjitë planetare të shtyjnë drejt thellësive të tua emocionale për të përballur me atë që nuk është shëruar ende. Ky proces nuk mund të shmanget, por nëpërmjet tij do të rigjendesh fuqinë tënde të vërtetë. Këshillat për javën: shmang vendime të nxituara financiare, analizo mirë çdo detaj, kujdes me keqkuptimet në vendin e punës apo me mjekët. Kërko mendim të dytë nëse duhet, mos i injoro ëndrat apo ndjesitë e brendshme, ato janë mesazhe të fuqishme. Shigjetari, një javë dinamike dhe ndriçuese po vjen për ty. Shigjetari i lirë dhe i guximshëm. Urani dhe Venusi hyjnë në binjak, duke sjellë një tronditje të papritur, por emocionuese në jetën tënde sentimentale dhe marrëdhëniet personale. Partneri yt aktual ose dikush i ri mund të habisë me veprime apo ndjenja të papritura. Dialogët e sinqertë dhe të thellë janë çelësi i afërsisë këtë javë, marrëdhënie që të sfidojnë dhe të zgjojnë. Ky është momenti ideal për të pyetur veten: çfarë dua vërtet nga një lidhje? Energjitë e reja kërkojnë hapje mendore dhe emocionale. Mund të hasësh në njerëz që sfidojnë botkuptimin tënd dhe të ndihmojnë të rritesh si njeri. Merkuri në retrograd në Luan, krijimtaria në rikthim. Ndërkohë, Merkuri fillon retrogradën në Luan, duke sjellë vështirësi në fushën e krijimtarisë dhe vetshprehjes. Një projekt artistik mund të kërkojë rishikim, ose mund të kthehesh tek një ide e vjetër që ende ka vlerë. Po ashtu, çështjet që lidhen me fëmijët, qofshin ata të tu ose pjesë e jetës tënde, mund të kërkojnë më shumë vëmendje, kujdes dhe durim. Një filozofi e re për dashurinë dhe lidhjet. Filozofia jote mbi dashurinë, lidhjet dhe lirinë po ndryshon rrënjësisht. Ajo që dikur dukej si liri, tani mund të ndihet si shmangje nga thellësia. Po mëson se lidhjet më të forta janë ato që të lejojnë të jesh vetvetja, jo ato që të largojnë nga bota. Këshillat për javën: je i hapur ndaj bisedave të sinqerta me partnerin apo njerëz të rinj në jetën tënde. Mos u frikëso nga pasiguritë, ato të çojnë drejt zbulesave të mëdha. Rishiko projektet kreative me sy të ri. Mos i braktis për shkak të pengesave. Bricjap ambicioz, këtë javë je në prag të një revolucioni personal dhe profesional. Urani dhe Venusi hyjnë në binjak, duke sjellë energji të reja që transformojnë rrënjësisht mënyrën se si punon dhe kujdesesh për shëndetin.
Do të ndihesh i shtyrë të provosh teknologji të reja, metoda të avancuara pune ose qasje më moderne ndaj organizimit të ditës. Këshillat për javën: eksperimento me mjete të reja teknologjike në punë, merr kohë për të dëgjuar trupin dhe për të eksploruar forma të reja kujdesi shëndetësor. Mos e neglizho tensionin në familje, komunikimi i ndershëm, por i qetë, është thelbësor. Mos i qëndro i fiksuar strukturës së vjetër, ndryshimi është aleati yt këtë javë. Kërko harmoni mes rendit dhe spontanitetit, rilindje në rutinën e përditshme dhe në punë, mund të ndjesh një shtys për të eksperimentuar me aplikacione të reja, inteligjencë artificiale, ose mjete digjitale që ta bëjnë punën më të lehtë dhe më të mençur. Kjo javë sjell jo vetëm efikasitet, por edhe ndjesinë e lirisë brenda strukturës tënde të zakonshme. Do të mësosh se disiplina dhe spontaniteti mund të bashkëjetojnë në harmoni. Shëndeti kërkon risi dhe kujdes. Në planin fizik, kjo është një periudhë ideale për të eksperimentuar me mjekësi alternative, terapi natyrore apo qasje më të balancuara ndaj mirëqenies. Nëse ke kafshë shtëpiake, mund të kenë nevojë për kontroll mjekësor ose më shumë vëmendje. Mos i injoro shenjat e vogla. Merkuri në retrograd në Luan, tension në familje. Merkuri në retrograd mund të sjellë biseda të vështira me familjar, sidomos me prindër apo të afërm të moshuar. Kujdes me mënyrën si e shpreh mendimin. Çdo fjalë e thënë në momentin e gabuar mund të shkaktojë keqkuptime. Zbutje e strukturës së brendshme. Kjo javë shënon fundin e ngurtësisë që s'të shërben më. Ujor vizionar, këtë javë përjeton një revolucion krijues dhe mendor. Urani dhe Venusi hyjnë në binjak, duke ndezur papritur dritat e frymëzimit në fushat e shkrimit, mësimdhënies, komunikimit dhe dashurisë. Idetë të vinë me shpejtësi, ndoshta gjatë një shëtitje, një bisede të zakonshme apo një ëndrre të gjallë. Rilindja e zërit tënd të brendshëm, nëse merresh me art, media, mësimdhënie ose ndonjë formë tjetër shprehjeje mendore. Tani është momenti për të eksperimentuar dhe për të ndjekur impulsin krijues. Fjalët e tua kanë fuqi, jo vetëm për të ndikuar të tjerët, por edhe për të të shëruar ty vetë. Dashuria ndriçon në mënyrë të papritur. Energjia e Venusit në një shenjë ajri si e jotja sjell lidhje të reja romantike ose ndriçon marrëdhënie ekzistuese me ndjenja spontane dhe flirt të gëzueshëm. Ndoshta dikush të habit me një deklaratë të ndjerë, ose ti vetë dhe kupton se dashuria s'ka nevojë të jetë lineare për të qenë e vërtetë. Merkuri në retrograd në Luan, sfida në komunikim. Nga ana tjetër, Merkuri në retrograd sjell konfuzion në marrëdhënie personale, sidomos me partner ose persona me të cilët ndan përgjegjësi. Keqkuptimet janë të mundshme, ndaj fol me kujdes, dëgjo me empati dhe shmang debatet impulsive. Roli i motrave, vëllezërve dhe miqve të afërt. Një bisedë e vjetër me një mik të ngushtë ose vëlla motër mund të rihapet dhe të ndihmojë të kuptosh diçka thelbësore për veten. Rritja personale vjen nga njerëzit e afërt, jo nga bota e largët këtë herë. Fleksibiliteti është çelësi, lejoj origjinalitetin tënd të shkëlqejë duke u hapur ndaj ndryshimeve. Sa më shumë që përpiqesh të kontrollosh gjithçka, aq më shumë humbet rrjedhshmërinë e energjisë që do të çojë drejt ideve të mëdha. Këshillat për javën: shkruaj, shpreh, mëso ose publiko, zëri yt ka ndikim. Je i kujdesshëm në bisedat me partnerin ose persona të ngushtë. Mos u habit nëse ndjen papritmas një lidhje të fortë emocionale me dikë që e kishe nënvlerësuar. Peshqit, peshk i butë dhe shpirtëror. Këtë javë Uranusi dhe Venusi hyjnë në binjak, duke sjellë revolucion në jetën tënde familjare dhe shtëpinë fizike. Këto ndryshime mund të nisin si gjëra të vogla, si një pajisje e re, një riorganizim apo vizitor i papritur, por do të kenë efekt të thellë emocional dhe shpirtëror. Shtëpia si pasqyrë e shpirtit tënd ka mundësi të transformosh ambientin ku jeton, qoftë përmes teknologjisë, arredimit të ri apo energjisë së re që sjellin ndryshimin. Është një kohë e mirë për të krijuar një hapësirë që pasqyron ëndrat dhe qetësinë tënde të brendshme, familja, ndryshime të papritura. Por pozitive, marrëdhëniet familjare freskohen. Ndoshta një antar familjeje të habit me mbështetje ose një lajm të gëzueshëm. Një bisedë që nuk e prisje mund të shërojë një plagë të vjetër dhe të sjellë afrim të ndjerë. Merkuri në retrograd,
kujdes me financat. Nga ana tjetër, Merkuri kthehet në retrograd në Luan, duke ndikuar në sektorin e financave dhe punës. Shmang shpenzimet e mëdha dhe kontrollo 2 herë çdo transakcion apo marrëveshje pune. Nuk është momenti për të bërë investime të rrezikshme. Zbulimi i vetes përmes teknologjisë dhe intuitës, ke një ndjeshmëri të shtuar ndaj teknologjisë dhe mënyrave të reja të shprehurit. Zëri yt krijues kërkon të dalë në dritë përmes mediums që më parë mund të mos e kishe konsideruar. Exploro, sepse aty fshihet një dhunti e re, rrënjët e tua po të çojnë përpara, ndërkohë që gjithçka rreth teje ndryshon, lidhja me të kaluarën, me familjen dhe me vendin që e quan shtëpi, të ndihmon të kuptosh më mirë veten. Intuita jote është fudhërrëfyesi më i mirë këtë javë, besoj ndjesive që të vinë natyrshëm. Këshillat për javën: riorganizo ose pastro hapësirën ku jeton për të ftuar energji të re, mos bëj blerje të mëdha pa i analizuar me kujdes. Kërko lidhje emocionale të thella me ata që të rrethojnë. Bëj një hap drejt shprehjes së vetes në mënyra të reja.